Detajet të reja janë zbardhur nga vrasja me armë zjarri e 41 vjeçarit Artur Çangu, ngjarje që ndodhi mbrëmjen e së premtes në fshatin Vion, në zonën e Niklës në Fushkruj. Ndërkohë policia po vijon kërkimet për autorin e dyshuar, Eduard Afmataj. Sipas burimeve nga grupi jetimor mes viktimës dhe autorit kishte prej rreth 2 vitesh një konflikt të vazhdueshëm që lidhej me çështje pronësie. Përplasja mes tyre ka arritur kulmin mbrëmjen e së premtes kur 41 vjeçari kishte shkuar pranë banesës së prindërve dhe kishte parkuar automjetin. Ky veprim ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Afmatajt, i cili ka dalë nga banesa dhe ka nisur një debat me Çangun, duke pretenduar se mjeti i kishte bllokuar rrugën. Debati është përshkallëzuar shpejt në përplasje fizike dhe në një moment autori ka marrë një armë gjahu tip çifte me të cilën ka qelluar për vdekje 41 vjeçarin. Pas krimit Afmataj dyshohet se ka telefonuar vetë policinë për të njoftuar për ngjarjen, por më pas është larguar duke humbur gjurmët. Forcat e policisë kanë zhvilluar kontrolle në zonë, por deri tani nuk kanë arritur ta lokalizojnë.